Ikën e doja dhe mja sharit ti.
Begatu këtë gazmen me pjesëmarrje kaq fuqishme, me energji dhe vullnet që na çon drejt rrugës së pa kontestueshme të fitores tonë. Po du një falenderim të veçantë sot me bo, padyshim për vullnetarët tonë, për aktivistë e lëvizjes së vendosje që janë shtylla kurrizore e çdo fitore dhe çdo suksesi tonë. I falenderoj vullnetarët tonë në Prizren, në kudo në Kosovë për punën dhe angazhimin e tyre që po e bëjnë për kauzën tonë të drejtë. Të dashur qytetarë, Kosova sot nuk është në krizë sepse mungon një zgjidhje. Vendi jonë Kosova nuk është në ngërç sepse opozita fatkeqësisht ka zgjedhur bllokadën si mjet politik. Kur nuk fitoj me vot, opozita tentoj të fitoj me bllokim. Kur nuk arriti t'i bind qytetarët, i mbajti peng institucionet. Kjo që kemi parë këtë vit nuk është demokraci, por është frikë nga ndryshimi që sjellëm ne. Bllokimi i kuvendit, zvarritja e institucioneve dhe pengimi i funksionit të shtetit nuk janë rastësi. Janë përpjekje qëllimshme për ta ndalur një qeverisje që nuk bën pazare me korrupsionin dhe nuk u bindet interesave të ngushta. Do të theni qartë sonte, këtë blokad nuk e thyen opozita. Këtë blokad e thyen vetëm qytetari Kosovës. Këtë blokad e thyen vota. Këtë blokad e thyen mobilizimi, këtë blokad e thyen vendosshmëria jonë. Sepse përballë blokadës, përgjigja jonë është një: mos lëshope. Për shtetin, mos lëshope për sigurinë, mos lëshope për begatin. Ndërkohë, le ta shohim atë vërtetën në sy. Pavarësisht pengesave, qeveria jonë ka punuar dhe ka sjellur rezultate. Shteti jonë është më i sigurt, me rend, me ligj që zbatohet. Ushtria dhe siguria janë forcuar, sepse sovraniteti nuk negociohet. Qytetari është vënë në qendër të politikave sociale dhe ekonomike. Për herë të parë, pas shumë vitesh, shumë familje në Kosovë e ndjejnë dorën e shtetit pranë tyre. E ndjejnë në shtesat për fëmijë, kur prindërit nuk u lanë të vetëm në barën e jetesës. E ndjejnë në mbështetjen për të moshuarit, kur pleqët tanë u trajtuan me dinjitet dhe jo me mëshirë. E ndjejnë në rritjen e pagës minimale, kur puna filloi të vlerësohet më drejt e jo të shfrytëzohet. Për herë të parë, qytetari e pa qartë se taksat e tij po kthehen, jo në xhepat e korrupsionit, por në mirëqenie për familjet, në siguri për fëmijët dhe në dinjitet për punëtorin e për pensionistin. Kjo dashur qytetare bashkëvendash është arsyeja se pse kjo qeverisje ka pasur edhe kundërshtime, sepse kur shteti fillon të shërben shumicës, ata që kanë jetuar nga padrejtësia ndihen të rrezikuar. Këto janë arritje që kanë friksuar ata që për vite janë mësuar të jetojnë nga zhvatja, nga padrejtësia dhe nga pazaret. Prandaj po e bllokojnë shtetin sepse ndryshimi që po e sjellim ne po funksionon. Të dashur qytetar, tani ndodhemi me një moment kur mbështetja për Albin Kurtin nuk është më çështje partie, por është çështje e drejtimit shtetëror, është zgjidhje në mes të përparimit dhe kthimit pas. Prandaj sot, thirrja ime është e qartë. Dilni, mobilizoni, flisni njëri me tjetrin dhe mos e lejoni bllokadën të fitoj, sepse vetëm një Kosovë ku ka institucione funksionale garanton siguri për qytetarët dhe begati për familjet tona.
Pra, të dashur qytetar, nesër jo pas nesër, ditë e diel, 116 është numri jonë. Zgjedhja është lëvizja vetëvendosja dhe kryeministër i Republikës Kosovës është Albin Kurti. Zonja dhe zotri, për ta quar këtë mesazh në fund me nder të veçantë dhe me krenari, ftoj në skenë kryeministrin e Republikës së Kosovës, kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Është e qartë që Prizreni nuk shëpe, por asun. Dy qëllime, 4 subjekte, 1 fitore, mirë mbrëma Prizren. Dy qëllime tona janë siguria dhe begatia. 4 subjekte tona janë lëvizja vetëvendosje, Partia Guxo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane, dhe 1 fitore është ajo e numrit 116 të dielën e 28 dhjetorit. Mirë se ju gjej të gjithë dhe këtu, dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në kryeqytetin politik të shqiptarëve dhe një nga kryeqendrat historike të popullit tonë. Prizreni të nderuar të pranishëm është një mozaik i multikulturalizmit dhe shoqërisë multietnike në Kosovë. E në lidhjen e Prizrenit me 1878 ka nisur të bëhet e zëshme, e organizuar dhe fuqishme kërkesa për vetëvendosje. Këtu është hedhur gurthemeli i idesë së pavarësimit ton, i konformimit dhe i shtetëndërtimit. Në Prizren, shqiptarët përfundimisht nesën të mos lëshojnë prej kërkesave të tyre të drejta që afirmonin vullnetin e tyre politik dhe identitetin kombëtar. Andaj edhe ne në këto zgjedhje parlamentare u nisëm nga Prizreni, ku prezantuam 110 kandidatët tonë për ta përfshirë gjithë Kosovën. Qeverisja jonë në këto gati 5 vjet për çdo vit ja ka shtuar ekonomisë Kosovës nga 1 miliard. Ekonomin e gjetëm 7 miliard në vitin 2021, sot që po flasim bruto produkti vendor është 11 miliard, e vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard, do të thotë që për çdo vit ekonomisë ja shtojmë nga 1 miliard. E të dashur qytetar, ata para nesh u duhej 3 vjet për 1 miliard t'ja shtojnë ekonominë Kosovës. Kjo do të thotë që kur jemi të rritja ekonomike, ne jemi 3 fish më të shpejt se ata. Kjo do të thotë që kur jemi të rritja ekonomike,
edhe nëse e kanë pasur drejtimin dhe kohjen e duhur, ata e kanë lënë shtetin se veturën të parën. E kanë lodhë veturën të e mojtë vesh në parën. A na jena 3 fish ma të shpejt sa ta. Na jena në 3. Me që është rritur ekonomia, është rritur edhe bugjeti. Bugjetin e trashëguar prej ish kryeministrit Hoti dhe ministres së tij të financave Bajrami e patëm 2.4 miliard euro. Si vjet bugjeti 3.6 miliard euro, dhe me thonë 50% më i madh, e në vitin e ardhshëm, në mbledhjen e parë të qeverisë, si kryeministër i juaj në mandatin e 3, do të nënshkruaj vendimin për bugjetin për vitin 2026, 4 miliard apo 2/3 më shumë se sa para 5 vjetë. Dhe jo vetëm kaq, do të nënshkruaj edhe vendimin për ligjin e ri për çmime tavan të cilin para më shumë se 2 vjetëve gjykata kushtetuese na e rrëzoi. Duhet ta rikthejmë tavanin për çmimet e produkteve bazë të gjësendeve elementare ushqimore, ashtu që shporta e konsumatorëve Prizrenas dhe në Kosovë anën banë të jetë e përballueshme. Vendimi i tretë do të jetë ai që mundëson që veteranët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, tash që procesi gjyqësor lidhur me listat e fryra të veteranëve po përmbyllet, të mos detyrohen të zgjedhin a duan punësim apo beneficion. Me ne do t'i kenë me fillimin e vitit të ardhshëm edhe beneficionin edhe punësimin. Vendimi i 4 në mandatin e 3, në mbledhjen e parë qeverisë juaj, me mua kryeministër, do t'jetë paga e 13 në sektorin publik për të gjithë shërbyesit publik që nis me bugjetin e vitit 2026 dhe e dini çfarë? Kjo pagë 13 nuk jipet në fund të vitit, por në fillim të vitit. Pra nuk do të numërojnë kur është puna te paga shërbyesit publik 1, 2, 3, 4, pastaj 10, 11, 12, 13. Do të numërojnë 1, 2, 13, 3, 4 e kështu me radhë. Paga e 13 vjen në fillim vitit. Dhe vendimi i 5 i mbledhjes parë do të jetë ai për një pako prej 200 milion euro për përballje me inflacionin dhe me vështirësitë materiale financiare për fëmijët që marrin shtesa, për studentët tonë, për punëtorët në sektorin privat dhe për pensionistët, e gjithashtu do ta kemi edhe rikthimin e skemës e cila shpërblen ata që kursejnë energji. Kushdo që në një muaj të vitit 2026 dëshmon me faturë se ka shpenzuar më pak se në muajin e njëjtë të vitit 2025, do të shpërblehet për këtë kursim. Kush kursen më shumë, shpërblehet më shumë, 200.000 familje kosovare do të mund të përfitojnë nga kjo skemë e rikthyer. Ekonomia edhe buxheti janë rritur të dashur qytetar për shkak se qarkullimi i bizneseve është dyfishuar si vjet krahasuar me vitin 2019. Ka qenë 12.5 miliard, si vjet është 25 miliard, me që rast edhe fitimi i korporatave i bizneseve është rritur më shumë se dyfish. Në qeveritë e mëhershme, asnjëherë fitimi i korporatave në Kosovë nuk e ka prek 900 milion euro. Me neve, si vjet, është 2.3 miliard euro. Dhe a dini si e di sepse administrata tatimore e Kosovës na tregon që si vjet po paguajnë tatim në fitim
230 milion euro. Duke qenë se tatimi është 10%, kjo do të thotë që fitimi i korporatave ka qenë 2.3 miliard euro. Janë rritur kontributet e sektorit privat, sepse është rritur edhe qarkullimi, edhe fitimi i tyre, por që besa është rritur edhe besimi në institucionet e shtetit me në krye qeverin ton tuaj të mirë e të morë. E kjo rritje qarkullimit dhe fitimit bizneseve është reflektuar edhe në rritje të pagës mesatare, por edhe në rritje të punësimit në përgjithësi. Paga mesatare në fund të vitit 2024, krahasuar me 4 vjet më herët, është rritur për 57%. Bruto 57%, neto 50%. Kemi rritje të pagës mesatare për 4 vjet në sektorin privat. Ndërkaq në sektorin publik, ne kemi rritur buxhetin e gjithëmbarshëm të pagesave për 47%. Pra gati 50% janë rrit pagat në sektorin publik. Po jo vetëm kaq, është zvogluar dhe pabarazia. Raporti i pagave ka qenë 20-1. Ka pas pagë 241 euro, edhe ka pas pagë mbi 4.800 euro. Tash, prej 20-1 është 4-1. 5 fish është zvoglu pabarazia dhe raporti është 500 me 2.000 euro. Edhe kemi rrit pagat në mënyrë të përgjithshme në sektorin publik, edhe kemi zvoglu fort pabarazin për brenda këtij sektori. Rritja e punësimit me shifra është prej 350.000 në vitin 2021, kur e morëm detyrën pranverë, e tash është 435.000. 85.000 ma shumë të punësum, apo 24% ma shumë të punësum, se sa kur e morëm ne qeverisjen. A din sa i bjen 85.000 të punësum për 4 vjet e gjys? I bjen diç më shumë se 6 stadiume për plot Fadil Vokrin Prishtinë. E nëse pjestojnë për numrin e ditëve të 4 vjetëve e 9 muajve sa jemi në qeverisje gjithsej, i bie që për çdo ditë në qeverisjen tonë e tuaj janë punësuar mesatarisht e parafërsisht 50 veta që i bjen për çdo ditë ka një autobus plot është punësu në Republikën e Kosovës për gjatë qeverisjes sonë. Këtu pa dyshim që të dashur qytetarë të Prizrenit, këtu pa dyshim që ka kontribuar edhe një masë që e kemi ndërmarrë super puna për trit. Prej moshës 18 deri në 29 vjeç, çdo e re dhe e ri ka mundur të aplikoj dhe punëdhënësi përveç pagës që ja ka dhënë, shteti ja ka sjell një bonus për 6 muaj pagën minimale. E pagën minimale kemi gjetë diskriminuese ndaj trive. Kush është nën 35 vjeç e ka pas pagën minimale 130 euro, kush është masëm se 35 vjeç e ka pas 170 euro, thu se duhet me pas qef mu plak për me të rrit paga minimale. Ne kemi bërë të njëjtë, po jo mesin aritmetikor 130 dhe 170 e me bo pagën 150 euro, po e kena bo 264 euro, tash është 350 euro, me një janar bot 425 euro, me një korrekt vitit 2026 paga minimale në Republikën e Kosovës bot 500 euro. Dhe do të vazhdojmë super puna për trit, edhe në vitin e ardhshëm, trit e trejat që punësohen, shteti jashton 500 euro në muj për 6 muj, e këtë do të bëjmë edhe për gratë, super puna për gratë. Çdo grua që punësohet në një ndërmarrje, ne do në një firmë
Të dashur qytetarë Prizrenit, në veçanti këtu në Prizren, përveç të mirave të përgjithshme për gjithë Kosovën, kemi ndërtuar edhe rrugën Prizren-Preval, një projekt I cili I lidh fshatrat me qytetin duke sjell mundësi të reja për zhvillim për gjithë. Në rajonin e Prizrenit, për më pak se 4 vjet, kemi asfaltuar më shumë se 100 km rrugë. Viti rekord I shpenzimeve kapitale ka qenë viti kaluar 654 milion euro dhe I kemi shtruar gjithsej 700 km rrugë, prej tyne më shumë se 100 km rrugë në Prizren dhe janë në ndërtim e si për 870 km rrugë, prej të cilve më shumë se gjysa drejt përfundimit. Më shumë se 100 km rrugë në Prizren dhe rreth 100 km rrugë në veriun e Kosovës. Në bashkëpunim me qeverinë e Republikës Shqipërisë, kemi ndërtuar rrugët Gorozhup, Pogaj, Kërstes, Pakish, Zapod dhe Dobrum, Blinisht, që lidhin rajonin e Prizrenit me Shqipërinë, forcojnë lidhjet mes dy vendeve tona dhe sidomos e bashkojnë Hasin. Me qeverinë e Maqedonisë së Veriut kemi filluar ndërtimin e rrugës Prizren-Tetov, një projekt I cili do ta kthej Prizrenin në një qendër rajonale teksa I bashkon shqiptarët në të dy anët e malit. Mbi 11 milion euro I kemi investime për transformimin e spitalit Prizrenit, pajisje moderne, shërbime të reja dhe kushtet përmirësuara për punë dhe trajtim, po ashtu e kemi sjellë në spital edhe rezonancën magnetike. 3 rezonanca magnetike I kemi sjellë në këtë mandat, njëra është në pediatri në qendrën klinike universitare të Kosovës, tjetra është në Pej dhe e treta është në Prizren, ata para neve 2 dekada 2 rezonanca magnetike. Ne 4 vjet 3 rezonanca magnetike. Të dashur qytetarë të Prizrenit, është e rëndësishme të theksojmë që ne do të vazhdojmë të mbështetsim jo vetëm punëtorët, por edhe punëdhënësit. 1 miliard euro në mandatin e ardhshëm për prodhimtari. Kushdo që investon në prodhim bujqësor, industrial, zejtar, ne do ta mbështesim me shtetin ton 1 miliard euro për kredit investive, nuk do të ketë më nevojë që të shkoni tokën stërgjyshore ose palujshmëri të tjera, të lini hipotek në banka për me marrë kredi, hipotek, garanci e keni shtetin e juaj, vetëm investoni sa më shumë, se ne ju qëndrojmë brapa e ju mbështesim. Kush punon, fiton. Kush fiton, investon. Kush investon, punëson, e kush punëson, fiton edhe më shumë. Kjo është pra çështja jonë për zhvillimin e Prizrenit dhe të Republikës së Përbashkët. Përveç 1 miliard për prodhimtarin, do t'i kemi edhe 1 miliard për ushtri. Në këto më pak se 5 vjet për armatim, pajisje, municion, I kemi investuar, shpenzuar mbi 430 milion euro, ndërkaq qeveria ish qeveria e Panit 2018-2020 më pak se 4 milion euro. Pra ne jemi më shumë se 100 fishi I tyre në investimet me pajisje, municion dhe armatim për ushtrin tonë. E të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, Forcë të Sigurisë të Kosovës ka pas 12 vjet para se me u bëni kryeminist. Po në ato 12 vjet I kanë pas veç 2 lloj të armatimeve, revole, Glock edhe pushk Heckler. Tjera s'kan pas. Shumë me armatosur ka qenë policia e Kosovës se sa ushtria jonë. Tash I kemi mbi 40 sisteme të armatimit, përfshirë këtu 3 lloj të fluturakeve, luftarake, pa pilot, drona Puma të Amerikës, drona Skydagger Kamikaze dhe drona TB2 Bayraktar nga Turqia. E lloji 4 I dronave. Lloji 4 I dronave që synojmë
është made in Kosova nga fabrika e dronave që do ta kemi. Po ashtu i kemi edhe 4 sisteme antitank. 2 turke, 1 gjermane dhe 1 amerikane. Turke janë Omtash edhe Har 66, amerikane Javelin edhe gjermane Panzerfaust 3. 4 lloj të sistemeve antitank. Kur ne i blem 10 kamiona multifunksional për Gjermanis Rheinmetallit, e na i dhanë edhe 5 të tjera donacion, një qytetar më kritikoj, tha, për ushtri do të me pas tenka. Të nderuar pjesëmarrës, tenkat kanë mungu në luftën e parë botërore, kanë tepru në luftën e dytë botërore. Në shekullin 21, tenku nuk është mos zgjidhja. Unë e di që Serbia ka jo pak tenka, po veç sa shpenzon për me i mirëmbajt ata, se me sistemet tone antitank s'kan qaj vynë. Do t'i kemi edhe helikopterat Amerikan Black Hawk apo skifteri Z. Tashma e kemi ble edhe artillerin mobile amerikane Hawkeye 105 mm, e cila nënkupton që jo vetë se është artilleri, por edhe është lëvizse si asgjë që është parë më herët. Me që rast kjo Black Hawk me Hawkeye janë 2 krahët e fuqis tonë të madhe nga blerjet prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Hawkeye, pra syri i skifterit dhe skifteri i Z, na e bojnë atë që po e quajmë siguri. Po ashtu do të kemi edhe 4 lloje të mortajeve dhe numër të shumë të mitralerve. E kemi heq tavonin prej 5.000 pjesëtarve. Kur jem bërë kryeministër, kanë qenë më pak se 2.300 pjesëtar, e kemi dyfishu numrin e qizmeve në tokë, por gjithashtu edhe e kemi ngrit tavonin për moshën. Ka qenë 23 vjeç, tash prej 18 dhe në 25 vjeç do të mund të bëhen 33 ushtar. Në forcën e sigurisë Kosovës i kemi 411 gra e vajza. Synimi ynë është që në fund mandatit arshëm t'i kemi 1000 gra e vajza në ushtrinë e Kosovës. Dhe gjithashtu do t'a kemi edhe rezervën vullnetare. Të gjithë ata që vullnetarisht duan të bëhen rezervista, pa dyshim do të mund të aplikojnë. Kursi fillestar bazik për përdorimin e armatimit do të zgjas më pak se 4 javë, e mandej për çdo vit një opsion është 2 javë ushtrime, 1 javë verës, 1 javë dimrit. Opsioni tjetër është 8 vikende gjatë vitit, por për të gjitha këto elemente përbërëse, natyrisht që do t'i shqyrtojnë, diskutojnë, e vendosin komandanti i ushtrisë sonë, General Lejtnant Bashkimi Ashari dhe Ministria jonë e Mbrojtjes. Nga Finlanda dhe vendet baltike e marrim modelin mbrojtja gjithë përfshirës ose totale.
Secili qytetar do ta di që në rast të fatkeqësisë natyrore, zjarri, vërshimi, tërmetje të tjera, ose të konfliktit armatosur, ku e ka vendin dhe çfarë funksioni duhet të mbajë. Ndërkaq, nga modeli i Polonisë, edukimi mbi sigurinë, ne do të kujdesimi që gjithë treja të trit të jenë në gjendje të sjellën, të mendojnë dhe të veprojnë në rrethonat e jashtëzakonshme. Për shembull, fatkeqësisht, shumica dërmuese e trejave dhe trive tonë nuk janë gjendje në mënyrë efikase ta japin ndihmën e parë. T'ja ndalin gjakun dikujt që është i plagosur. Unë e di që treja të trit mund me thonë e këshyrin YouTube. Mirë po, mund të mos me pas internet, edhe gjakderdhja nuk pret për me po në telefon çka duhet me ndihmu realisht në praktikë. Prandaj edukimi mbi sigurinë do ta ngris edhe vigjilencën, edhe përgatitjen e trejave edhe trive tonë në rast të situatave të jashtëzakonshme, qysh po bojnë shtetet anëtare të NATO-s, ku ne po ashtu aspirojmë të antarësohemi. Ne nuk e kemi mbështetur natyrisht vetëm ushtrinë tonë, por edhe policinë tonë, buxheti është rrit për 2/3. Dhe përveç kësaj, do ta krijojmë mundësinë në mandatin e ri edhe gradimin e përshpejtuar edhe pensionimin e parakohshëm. Pra, ka policë që 10 vjet e ka të njëjtën gradë. Ne do të mundsojmë që me testim të kalojnë 1-2 grada një herësh, por ka policë që dëshirojnë të pensionohen në moshën 55 vjeçare. Ata që dëshirojnë moshën e pensionimit të ta ulim një herë 63 vjeç, e mandej për çdo vit drejt 55 vjeç. Mirë po, unë me 109 kandidatët e tjerë të numrit 116, e dini që nuk e kemi ndërmend mu pensionu. Unë jam jashtëzakonisht falendërues policisë sonë për patriotizmin dhe profesionalizmin në veri të Kosovës. Non stacione policore i kemi rrotull kufirit, s'ka më barrikada, s'ka më kamera ilegale, nuk ka më zhurmues, alarmues ilegal. Serbia i ka pas zyrat e saj paralele të strukturave ilegale të komunave të Kosovës në 28 komunat të Kosovës dhe 5 qarqe. Sot e dini sa janë? 0. Asnjë. 37 rrugë ilegale i ka mbyll policia jonë. 29 prej tyre në veri të Kosovës. A dini sa janë sot? 0. Krejt rrugë ilegale janë të mbyllura. Banka Popullore e Serbisë, Posta e Serbisë janë mbyll, dinari është ndaluar si mjet pagese dhe gjithashtu është hap atje Agjencioni për regjistrimin e bizneseve në Kosovë, Katastri i Kosovës si agjenci është hap, së shpejti hapet administrata tatimore e Kosovës, po bëjmë renovime të trashëgimisë kulturore, po kthehen njerëzit në për shtëpia në cilat janë dëbu në vitin 99 ose 2000 dhe janë punësuar tashmë me programin Qeveria për familjet afër 1100 qytetar, përfshirë edhe sërbë e bosnjak, jo vetëm shqiptar, dhe gjithashtu 820 bizneset Kosovës, në veri të Kosovës i kanë hapë degët e ndërmarrjeve të tyre. Ka mundësi që ka mbet na i kriminali vocër na i kënë që bëm shefët, alo, mirë po, kriminalet e mëdhaj, ose janë vronë bonjës, ose janë gërdës të lapit në burg sigurisë lartë, ose kanë ikë në Serbi. Ma shumë siguri nuk kemi pasur asnjëherë. Policia edhe ushtria janë edhe kushti edhe garancia për sigurinë që gëzojmë në vendin tonë, me sovranitet shtetëror, me integritet territorial, me paqe e me rend publik. E të nderuar pjesëmarrës në këtë gati 5 vjeçar, nëse do duhet ta përmbledhnim me 5 fjalë gjërat, fushërimtarit, çështjet që kanë pas prioritet dhe sukses të madh, janë këto 5 të tilla: nona, fëmia, veriu, bujqësia, ushtria. E për më shumë siguri,
e për më shumë begati, e kemi listën e kandidatëve të shkëlqyeshëm. Në këtë listë të nderuar pjesëmarrës janë 13 doktor shkencor, 7 mjek specialist, 61 me master, 28 me bachelor dhe 1 student. Një përfaqësim i plot i dijes Kosovës. Në këtë listë janë 110 kandidat me moshën mesatare 44 vjeç, nga 24 deri në 78, me që rast kemi kombinuar guximin dhe energjinë rinore me urtësinë dhe përvojën e moshës mesme e të shtyrë. 60 vjeç, e ardhmja ec krah për krah me kujtesën. Në këtë listë janë 15 veterane dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, ata të cilët nuk e jetuan e përjetuan lirinë si privilegj, por si sakrificë. Janë lavdia jonë nga e kaluara, por njëkohësisht edhe ndërgjegja jonë drejt së ardhmes që duhet të marrë gjithnjë më shumë përgjegjësi publike e institucionale. Kjo listë e di çmimin e lirisë. 13 kandidat kanë familjar dëshmor, martir, të zhdukur, të vrarë nga Serbia e Miloševićit. Kjo listë ka dhe qëndresë. Janë 5 ish burgosur politik, me qenë se liria nuk është vetëm slogan, por është edhe përvoj, madje edhe përvoj e mungesës saj. Kjo listë ka gra dhe burra që kanë shërbyer për shtetin. 47 veta në këtë listën tonë përbashkët kanë qenë deputet, 16 kanë qenë ministra, 37 garojnë për herë të parë, 73 kanë përvojë të mëhershme parlamentare dhe 39 janë gra, sepse barazia ndërtohet konkretisht, praktikisht, kudo në pjesëmarrje e në përfaqësim. I kemi 4 kandidat që kanë përfaqësuar Kosovën jashtë, sot e përfaqësojnë në shtëpi, pra që vinë nga Mërgata. Ka profesionistë çdo fushë, ekonomi, mjekësi, drejtësi, inxhinieri, shkenca politike, art, gjuhë, gazetari, administratë dhe ushtri. 24 janë ekspertë profesionistë të financave e të ekonomisë, 17 të mjekësisë e të shëndetësisë, 12 nga shkencat politike, diplomacia, 12 nga shkencat sociale e humane, sepse shteti ndërtohet e përparon me dije të shumënshme. Kjo listë nuk është dekor, është kapacitet qeverisës. Kjo listë nuk flet për pushtet, flet për përgjegjësi shtetërore. Ekipi i kandidatëve tonë në Prizren është jo vetëm i jashtëzakonshëm, por edhe i ngjan Prizrenit e altruizmit të tij. Prizreni i ka dhënë krejt Kosovës dhe shqiptarisë e madje edhe botës, prandaj edhe në këtë koalicionin tonë të përbashkët, këtu ju i keni Artan Abrashin e doktor Mytaher Askukën. E keni Arbër Regjajn e doktor Haxhi Avdylin. E keni Dafina Alishanin e doktor Arsim Berishën. E keni Blerim Gashin e Ilir Gashin. I keni Selman Sokolin e Rea Krasniqin. E nga këtu me preardhje është edhe Hajrullahu Joni Prishtinës. Suksese të gjithë kandidatëve, Prizreni çdo herë ka me pas fjalën e vetë në kuvend të Republikës e në qeveri të Kosovës. Në këto zgjedhje ju ftoj që të votoni masivisht për gratë dhe vajzat kandidatë në listën tonë. Lista përfshin gra nga profesionet ndryshme, të
të dëshmuara me angazhimin politik dhe shoqëror, arsimor e kulturor që përfaqësojnë zërin dhe nevojat e grave në shoqëri. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, unë jam jashtëzakonisht i gëzuar që në të njëjtën kohë kemi bërë siguri dhe begati dhe u kemi qëndruar fort duke mos lëshuar pe edhe sulmeve të jashtme, edhe ndërskamcave të brendshme, për çfarë ju falenderoj përzemërsisht për përkrahjen e ndihmën që na keni dhënë. Ju e dini që një ndër sulmet më të mëdha që na është bërë janë masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Edhe ato u hoqën. Dhe jo vetëm kaq, është pikërisht mandati ynë në të cilin u realizua liberalizimi, heqja e regjimit të vizave aq shumë pritur prej qytetarëve ka herë. Përderisa ata pararendësit tonë hapnin shampanja e nuk e liberalizonin vizat, na e liberalizojmë vizat pa hap shampanja. Natyrisht që ka dhe të pakënaqur me qeverisjen tonë. Ne e kemi qep thesin si buxhet shteti dhe e kemi thur gardhin si kufi Kosove. Dhe kjo i ka lënë disa të pakënaqur. Dashur qytetar, kur fillu me qep thesin, unin disa piskama e brima. Aty të gjilpëra që e qep të thesin e shqyer, i kish pas durët edhe gishtat dikush. Dhe ajo gjilpër u atherri gishtat, edhe uni piskama. Po ne nuk mund të ndalnim qepjen e thesit, sepse nuk mund të hedhësh gjë në thesin që ngelet i shqyer. Vetëm thesi i qepur është thes që rritet dhe më pastaj i shpërndajmë të mirat të gjitha kategoritë shoqërore. Konkretisht, 17 ndërmarrje publike qendrore i ka Kosova. Kur e kemi marrë në detyrën, veç 2 kanë punu pa humbje, sot ma shumë se gjysa punojnë pa humbje. I kemi gjetë me humbje kumulative të viteve 2016-2019, rreth 59 milion euro, dhe tash që po flasim në këto 3 vitet e fundit, fitimi kumulativ i tyre është 195 milion euro. Pra është e mundshme të ngriten e të rriten ndërmarrjet publike. Ose tjetra, shteti i Kosovës i ka 11 terminale doganore. Kur jam bërën kryeministër me votën e juaj në pranverën e vitit 2021, veç një terminal doganor në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës ka qenë i shtetit. 10 i kishin pas privatizu. E tash në këtë dimrin e vitit 2025, 8 terminale doganore janë të shtetit, edhe 3 kanë ngel private. Pranverën e vitit 2026, të gjitha bëhen publike e të shtetit. Votat e juja, dashur qytetar, që na jepni neve, na kur nuk e harrojmë që nuk janë tonët. Ato kthehen me shtesa për fëmijë e mbështetje për nëna, me qerë dhe treja, me arsimim më të mirë, me spitale moderne, me rrugë. Pra, votat e juaja do t'jenë siguri dhe begati për juve. Opozita i ka humbë shumë kohë shtetit në vitin 2025 dhe jo vetëm. Andaj mos humbë një kohë me ta, në flet votim, majtas e keni renditjen e partive politike që nis edhe përfundon me 2 parti të komuniteteve jo shumic, me NDS-in e Emilia Regjepit dhe përfundon me SPO-n e Nenad Drashiqit, po aty në mes të këtyre lypeni shpejt e gjeni me lapsin e ju i kimik 116 lëvizjave të vendosje.
Dhe mojta si keni 24 subjekte, opcionet të ndryshme, por zgjidhje është lëvizjeve të vendose, ndërkaq djathtas i keni 110 kandidat, secili është më i mirë se tjetri, gjithë bashku janë oferta më e mirë, jo vetëm këto zgjedhje, po historikisht në Kosovën e lirë të pavarur, përcaktojuni për 10 prej tyre që ja u kanë ngrohë zemrën, ja u kanë mbush mendjen pak më shumë se tjerët, votoni, futeni në kuti votimin edhe mandej bëhuni gati për festën e madhe të Shadërvoni, për fitoren e numrit 106 lëvizjes dhe vendosjes Partisë Guxo, Partisë Alternativa e të PSDK-s. Të nderuar pjesëmarrës, po ju jap një shembull shumë të thjeshtë se çka është urgjente në këtë një ditë e gjysmë që ka mbetë. Në një familje me 5 anëtar që kanë drejt vote, nëse vetëm njëri prej tyre nuk del votoj, kjo është 20% më pak. Tani imagjinoni nëse nga 500.000 votues, vetëm njëri në 5 veta në secilën familje vendos të mos votoj, kjo përkthehet në 100.000 vota më pak për neve. Prandaj, mos e lini votën tuaj në shtëpi, dilni dhe votoni, sepse një munges e vogël bëhet humbje e madhe. Me 15 minuta vajtje ardhje drejt e vendvotimi, i fitoni 4 vjetë jetë me mirëqenje e dinjitet, me siguri dhe begati. Prandaj, mos më shoni pe! Dhe lejoni të përmend për fund 3 arsye pse duhet votoni paradite mundësisht mëngjes. E para, sepse kur votoni paradite në mëngjes dhe KQZ-ja raporton mesditë për pjesëmarrje në zgjedhje dhe del që pjesëmarrja është rekord, atëherë është e qartë që fitoria është masive dhe ata që ende s'kanë votuar do të nxitojnë, të votojnë dhe të bëjnë pjesë e fitores të madhe edhe më të madhe se mendon shkurt. Arsyeja e dytë pse duhet të votoni paradite mundësisht mëngjes, është se mund t'ja ndrojnë vend votimin KQZ. Ka një sistem të brendshëm aty dhe kur shkoni te qendra e votimit, e jepni letërnjoftimin, nuk mund të nënshkruheni në regjistër te emri juaj, sepse emri juaj ndodhet diku tjetër. Para mendoni me bë me shku në ora 5-6 masdite dhe me gjithë që ai nuk është vend votimi juaj, mundi me hub drejtën e votës. Prandaj është me rëndësi me shku paradite, që edhe nëse ja u kanë rru vend votimin, e keni masditën e shans tjetër. A mas mirë të kishë qenë, si të kryet që këtu bim, me hi në telefonin e juaj në faqen e KQZ-s, me shkru datë lindje, numrin personal, edhe ja u qet automatikisht se ku e keni vend votimin të dielën e 28 dhjetorit. Kjo është arsye e dytë pse është mirë me votu paradite e madje mëngjes. Edhe e treta është se ju e dinin traditën e në kulturën tonë shqiptare, mas dite të vinë mësafirt. Vinë mësafirt mas dite. E dashur qytetar, para mendoni, s'keni votu para dite, mas dite vinë mësafirt, edhe tash du të menaj dikush me mësafirt. Qaj që rrinë me mësafirt, ose ata që rrinë, ose ato që rrinë me mësafirt, mesin pa votu. Du të mundo familje në ata që rrinë me mësafirt, edhe në ata që rrinë me mu. E bro, por mos me pos kësi ndarjet familjes. është mirë krejt me votu në mëngjes ose s'paku paradite, e ju e dini që në vend votim, aty ja u bojnë me flomaster vine zez në thonin e gishtit madhë, që ku shkon për herdyt me votu, komisioneri nuk e len. Se komisioneri thot, ti e paske vin, nuk mundesh me votu. E ju bëjeni të kundërtën. Mysafiri kur t'ju vjen pas dite, këshyreni e ka vin, që se ka vin, mos lëni me imrena. Ai mysafir që vjen mas dite, e se ka flomasterin gisht, i thoni, na këtu të presim,
shko të shkolla, voto, edhe ktheu masanej, por kujdes, lëvizjave të vendosje numri 116. Prandaj dashur qytetar, të dielën me familje farefis, me kojshi e me kolegë, me doja, teze, holla, agjallar, kushërit, larkë të tafë. Dilni krejt se duhet fitojmë me ka krejt. Faleminderit shumë për përkrajen, solidaritetin, angazhimin, kontributin e rolin tuaj. Miru pafshim në fitoren e madhe, natën e mirë.